Shikoni çfarë bëhet në rrugët e Bronxit në New York. Janë hapur këto rubinetat e emergjencës për të freskuar ambientin, sepse temperaturat janë shumë të larta. Pothuajse në çdo rrugë është një pamje e tillë. Kudo sheh pamje të tilla, siç edhe mund të shihni edhe mjetet freskohen me rubinetin e hapur të emergjencës. Ujë rrjedh në rrugët e qytetit, ku freskohen edhe zogjt, por edhe mjetet që janë anësh rrugës. Temperaturat janë vërtet të tmerrshme dhe djegëse këtu në kudo në New York, në Amerikë, në pjesën më të madhe të Amerikës, por sidomos këtu në New York për shkak të ndërtesave që janë këtu dhe nxehtësisë që përcjell betoni apo asfalti.